Talha ibn Ubaidullah ka qenë i tillë. Talha ibn Ubaidullah ka qenë i tillë edhe sakrificën që e ka bo për dinin e Allahu Gjelle wa Ala ka bo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me përgëzu në xhennet edhe me thonë nëse doni me pa dikon që është prej dëshmorëve që hedhin sipërfaqen e tokës, këshillën e Talha ibn Ubaidullah. Dita e Uhudit kemi të shpjegu inshallah javën tjetër. Dita e Uhudit është shuj dita e Talha. Talha ibn Ubaidullah e përmendëm se ka qenë prej tregtarëve. Ka qenë prej tregtarëve të mëdhaj. Kur ka shku në Busra, jo që kanë përty disa Basra, se Busra është qytet në Sham. Basra është qytet ku? Në Irak, janë dy vende. Kur ka shku kënë Busra, Talha ibn Ubaidullah, dhe me thonë në Sham, për tregti, sa i kanë shtru që shme thonë ato i mollet e tyne që i kanë qitë në përtezë e kështu me radhë, ka dal një prift edhe ka vetë. A mos val në mesin tuaj është dikush prej haremit Mekës, prej Qabës, që kanë orë prej Arabëve? Talha thotë unë jam prej atje. Thotë mos ka diçka të re. Këtë ngjarje përmend Ibn Sa'di, rahimahullah në librin e tij At-Tabaqat al-Kubra, pastaj edhe Bejheqiu dhe dietarët e mëvonshëm e transmetojnë të njëjtën ngjarje. Thotë mos ka diçka të re tek ju Arabët. Thotë nuk ka diçka të re që ja vlen me ucik. Thotë ky është muaji në të cilën ka me ju shpall pejgamberit fundit. E veta mos vall është dalën te ju atje. Po sa kthehet Talha në Mekë, pyet më një herë, thotë mos ka diçka të re në popullin tonë. Se tash mundi me paramentu, ecja, tregtia, kohë gjatë, kur kthehet Talha, edhe pyet mos ka diçka të re në mesin, bile ai e përmend, thotë mos ka ardhur dikush që lajmëron për shpalljen e kështu me radhë emri i të cilit është Ahmed. Sa e ka ditë paraprakisht që kështu ka me qenë për emri i tij. Ka thonën kush është Ahmedi? Thotë Ahmedi djali i Abdullahut. Këti si kujtohet se Ahmed, Muhammed edhe kthehet ashtë në Mekë pyet mos ka ndodhur diçka e re? Thotë jo, nuk ka diçka të re të familjes tij, të nëna vet, thotë nuk ka diçka të re përveç se Muhamedi djali i Abdullahit po pretendon se jo shpall prej onës Allahu xhallahu ala. Edhe thotë ai i cili pishkon për masatina, thotë është Ibn Abi Quhafa. Ibn Abi Quhafa kush është? Abu Bekri. Ibn Abi Quhafa, Abdullah Ibn Abi Quhafa është emri i Abu Bekrit. Thot nuk pishkon të dërkush veç se Abu Bekrit. Kjo më njëherë shkon të Abu Bekri, se Abu Bekri e ka njoft, bilen transmetim ka ardhur të kemi njoft për drejtësinë e tij, butësinë e tij, zgjuarsinë e tij, kështu i përmend disa epitete të Abu Bekrit. A thot më njëherë kam shku të Abu Bekri. Ka thonë, a ka diçka të reja se më tregu për Muhammedin, djalin e Abdullahit, po, thot. Muhammedi, thot, po na lajmëron, pastaj ja ka përmend disa sa të fejes, se është vetëm një Zot, ato duhet më adhuru, mu larguan prej idhujve të cilët e adhurojmë na thirr për këtë. Thot, a është e vërtetë që ti e ke pranuar ato të cilën po thret Muhamedi, po, thot. Se kum diskutu këtë Muhammed. Thot, a ki mundësi mund çute Muhamedi? Shkon. Edhe po sa shkon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot çka janë këto lajme? Ja tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ajo me të cilën ka ardhur është besimi në Zotin. Mos më adhuru tjetër askën përveç Allahu xhalla wa ala. Mos më bë këtë veprim, mos më bë këtë veprim, mos më bë këtë veprim. Thot unë erdha tash prej Shamit. Atje thot ndodhi kjo edhe kjo edhe kjo. Një prift thot dol edhe pyeti, thot mos ka diçka të reja për juve, se është koha kur duhet tash me u shpallën pejgamberi fund, se kështu janë përgëzimet për ta. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka në transmetim se është gëzu fort për këtë lajm, është gëzu fort, edhe atëherë Talha radhiyallahu ta'ala anhu e ka shqitu shahadetin para pejgamberit alayhi salatu wasallam.